E minutazha në vazhdim i rezervohet dikujt që sigurisht duhet merre me pak edhe me kulturë. Në Kosovë ju kemi servu shumë gjëra interesante sa i përket teatrit, sa i përket operës, baletit, por edhe shfaqjeve të ndryshme ose filmave në kinema. E këtë herë në Durrësin e bukur na pret skulptori i njohur Edisi, i cili do flet shumë sa i përket rrugtimit të tij të gjatë në këtë fushë, e po ashtu do t'rregoj edhe për dedikimet që i ka bërë gjatë karrierës së tij dhe sigurisht mirënjohet apo ekspozita që deri më tani ka qenë pjesëmarrës në to. Këto dhe detaje të tjera ju pret intervista e javës. E pati pasion prej vogël e tash e ka profesion. Madje pëlqet shumë nga audienca për punimet e tij unike. Bëhet fjalë për Edis Kadia, në Zoom ka udhëtuar drejt studios së tij në Shkodër e ju sjell një rrëfim ekskluziv mbi karrierën dhe veprat. Në periudhën e fëmijërisë, diku te 10 vjeçare, që aty kam pasur pasionin që ta zhvilloj në lidhje me skulpturën, edhe me pikturën, me vizatimin, siç janë për gjithë fëmijët që fillohet në këtë rrugë një herë. Pastaj duke u zhvillu, kam arrit me kuptu që skulptura është më tepër ajo që më jep kënaqësi për rrugtimin tim në jetë, edhe kam zhvillu gjithmonë më tepër, duke pasur një profesor të fushës që më ka njeh gjatë rrugtimit tim, por fillimet e mia kanë qenë që i vogël dhe që atëherë nuk jam nda. Kadia cilsoi të nevojshme krijimin e një studio të tillë ku të kishte një vend më të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarisë. Pasi mbaroi studimet në nivelin bachelor dhe master në drejtimin e artit në degën skulptur monumental në Tiranë. Ai u kthye në Shkodër e dëshironte të jepte kontributin e tij në vendlindje. Me të mbaruar fakultetin, nisi direkt punën, por që në fillim ishte goxha sfiduese. A ka konkurrencë ky drejtim? Puna doret shifet në rrallë parë për shembull tek format që nuk janë serit, duke qenë se unë nuk e kam zhvilluar procesin e serisë, edhe pse e kam mundësinë, vetëm për arsye që mos të jenë e dukshme që janë për shembull fabrike, që mos të shkoj te pjesa që njerëzit të kujtojnë se janë prodhime fabriket, por ato janë gjitha punime unike që unë i bëj, edhe që unë e du që njerëzit ta kuptojnë se këto kanë një vlerë në aspektin e formave, të vllimeve, të asaj që unë dua të përçoj. Por cili ka qenë punimi i parë që e di se e ka shitur? Tani për momentin tu më ke zënë pak kështu të pa përgatitur, por besoj se kanë qenë moshë shumë të hershme, kanë qenë disa relieve për pjacën e Shkodrës, për këto monumentet e kulturës që kam bërë, domethënë, edhe i kam shit për këto të suvenireve në atë periudhë. Me sa më kujtohet, kjo ka qenë e para. Po e fundit? Tani e fundit është një ndër trendet e reja që po zhvillohen, që edhe unë nuk kam qenë shumë i përgatitur, po zhvillohet jo pjesa e skulpturës, që ose unë jam marrë me ceramiken, drejtësisht tani jam rikthyer edhe herë te ajo pjesa jame që më pëlqen më tepër, që do të thonë nuk më është nda gjithë jetën, po janë skulptura për shembull për këto shtëpiat e luksit, hotele interioreve të ndryshme që janë relieve me portrete që më thonë krijojnë satisfaksione në arkitekturën moderne. A ka dedikuar Edisi ndonjë punim? Edhe këtu nuk e kisha të menduar me këtë gjë, por kam pas disa, por faktikisht më tepër kanë qenë ndoshta në te pjesa pikturë, sepse duke qenë se jam marrë shumë edhe me pikturën një periudhë kohe. A sa ke dedikuar askujt ndonjë portret? Po, ja kam dedikuar këtu po thosha, domethënë, ka pas momente që kam dedikuar portrete, domethënë, për shembull të fejuarës që jam aktualisht në të, domethënë, ka disa vite, por që domethënë ajo më ka marrë kohë sepse kam dashur
Me për sos. A ke arrit me për sos edhe është halo, ekziston? Po, ekziston, po nuk e kam për momentin, do me thënë, sepse i kam bërë dhurat edhe. Skulptura është një formë e rëndësishme e artit pamor që i lejon artistët të shprehin ndjenja, ide dhe mesazhe përmes formës, materialit dhe hapësirës. Por, a ja dim vlerën skulpturës na apo jo? Kohën që ne po jetojmë, njerëzit për shembull nuk e kanë akoma atë kuptimin se sa vlerë ka një skulpturë, sepse nuk kanë faj se këtu nuk e kemi nuk tregohet për shembull një proces se çfarë kalon një skulptor për të arritur deri në procesin përfundimtar, edhe çfarë duhet atij për të arritur deri në pikën që të jetë një skulptor i mirë, më thënë. Edhe duke mos i ditë to, më thënë nuk kanë një farë background-i tillë që duhet për me vlerësu skulpturën e mirëfillt. Prej vitesh Edizi ka qenë pjesëmarrës dhe në gara ekspozita të ndryshme. Për në zuma i përmend disa mirënjohje që i ka pranuar. Kam pas disa ide të ndryshme që janë vlerësuar me çmime si Norvegji, në Itali, në Istanbul, kam marrë pjesë në Tiranë, në disa ekspozita, në Shkodër, disa ekspozita, në për vende të tjera të ndryshme, domethënë, edhe jam vlerësuar shumë mirë me çmime, por kjo mund ka bërë që me zhvillu dhe mos me la në harres pjesën e artit, sepse më thënë ajo është si thët edhe Kanti, që është një qëllimshmëri e pa qëllim, të dhe më thënë ne duhet të dalim para telajus ose para skulpturës, që më thënë është qëllimi deri aty, por pastaj ngel pa qëllim, pra pastaj është pjesa jotes që do e gatush me kalimin e kohës atë që ti ke për brenda vetit, si thënë, që do e shpresh. A do të ketë Edizi në të ardhmen një ekspozitë personale? Po, me këtë e kam menduar dhe mendoj shumë shpesh, por duke qenë se skulptura ka shumë fish më tepër se për shembull piktura ose forma tjerave të artit, sepse kemi të bëjmë me materiale të rënda, edhe koncepti do jetë gjithmonë shumë i zhvilluar edhe duhet ketë një renditje kronologjike se si ti ke arrit pra nga një stil, ke kalu në një stil tjetër, edhe për momentin unë e kam një ide, por besoj se duhen disa vite që unë ta përmbyll edhe ta filloj një proces, me thënë, ku nuk do ketë ndalesa, por që do jetë, me thënë, me atë qëllim përfundimtar, që do jetë një ekspozitë. Skulptura ka qenë dhe është një prej formave më të rëndësishme të shprehjes artistike. Nuk është thjesht një formë zbukurimi apo një objekt i qëndrueshëm në hapësirë. Është mjaft për me tregu ndjenjat, për të përquar mesazhe dhe për të ruajtur kujtesën kolektive të njerëzve. Roli i saj është i gjerë dhe prek aspekte të shumta të jetës, artistike, kulturore dhe shoqërore. Në radhë të parë, skulptura ka një rëndësi të veçantë si formë arte. Artistët e përdorin atë për të dhënë formë ideve dhe emocioneve të tyre, duke i shndruar në objekte të prekshme e vizuale. E për këtë temë Edizi thekson se rëndësi ka të jesh i pranishëm duke dhënë kontributin. Këtu na lind pyetja se ka pas oferta ky artist dhe për të jashtë kufinjëve shqiptar. Po, kam pas oferta të tilla, sepse më thonë, vetë zanati jam, më thonë, ka shumë fusha ku unë mund të aplikoj aftësinë teme për shembull. Kam pas për Gjermani, për Itali, për vende të ndryshme se tani s'm kujtohen gjitha, por ideja është se mu nuk jam ditë, ndoshta edhe jemi rritu dhe kemi këtë pjesën e rehatis, po themi, që jemi mësu kështu me këtë rehatin tonë që e dojmë, edhe pse mund të punojmë shumë, po një kafe mund ta pim, mund ta konsumojmë me shoqëri, kemi këto diskutime tona mes artistave, që për shembull jashtë shtetit mund të jenë vetëm puna edhe nuk ke mundësi ku ti të shprehesh ose ku të ndihesh mirë. Edhe më thonë në këtë aspekt e kam lënë të çmimet e majme, sepse e kam pa më me vlerë që mund të jetohet mirë, por jo shumë mirë ndoshta, por ama kam aspektin tim ku ndihem, si thonë, me shoqërinë, me familjen, jam shumë i plotësuar. Skulptura është më shumë se një objekt i bukur apo një zbukurim në një shesh. Ajo është një gjuhë univerzale që lidh breza, flet për historinë, ndëron kujtimet dhe frymëzon të tashmen. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, skulptura qëndron si një dëshmi e qëndrueshme e shpirtit krijues të njeriut dhe vlerave që ai mbron.
Edisi është pedagog në Shkodër në Departamentin e Arteve ku jep lëndën vëllim në hapësirë me tekst të veçantë praktikën. Për fund, nuk ka munguar asnjë mesazh i këndshëm për audiencën në Kosovë. Për Kosovën kisha dashur me pas më tepër lidhje, lidhje me punën, edhe duke qenë se unë kam shku disa herë në Prizren, në Prishtinë, edhe me pëlqen shumë si vend, më jep një emocion shumë të veçantë, edhe kisha dashur te pjesa e kulturës që të kemi, një bashkëpunim që ta çojmë edhe më përpara, me atë se unë kam mundësi, me lanë për kulturën, edhe pjesa tjetër për shembull për klienta që mund të kenë dëshirë me porosit diçka ose ose atë idenë që kanë ato, pra mund të japin porositë e tyre, dhe unë jam i gatshëm që ta filloj ose ta zhvilloj.